para disa muesh, në kulmin ku dy figura publike në Shqipëri po aktivizonin gjuhën e tyre anti-islame, del një vajzë pas një trashëgimi fetare islame, fare, e një besimi komplet tjetër, dhe e shpall islamin në rrjetet sociale. E shpall në mënyrën më brillante të mundshme, më të bukur. Po ishin vargje, pak, jo shumë, jo filozofi, jo shumë stërollime, të thjeshta, ju buron të sinceritet, dhe ishin vargje të tilla që ndoshta çdo musliman e gjete veten aty dhe ndoshta nuk ishte mundur ti interpretonte ose ti thoshte siç i ka thënë ajo. Dhe ishin rreshta frymëzuese edhe për çdo musliman. Tani imagjinoni që njerëz të tillë nesër për shkak të kësaj xhamie, për shkak të muslimanëve të këtu, të hyjnë në fenë e Zotit dhe ta shpallin islamin e tyre me këto fjalë. Dëgjoni se është shumë e bukur. I drejtohet opinionit. 20 e pak vjeçë vajzë. Vajzë familje e ngritur, me baban pushtetar të njohur në Shqipëri, pra pas një traditë islame, zero. Shikoni se si e shpreh islamin. Ky vit ka qenë një pikë these në jetën time. Zëri duhet të jetë femror, por unë do ta interpretoj me zë burror, maskullor. Ky vit ka qenë një pikë these në jetën time, për një arsye të thjeshtë. E forcova imanin tim më shumë se kur më parë. Kam kërkuar islamin për 5 vjet, duke u rrotulluar rreth tij, duke ju afruar dhe duke u tërhequr. Por tani e ndjej se po vendoset në zemrën time si në shtëpi. Nuk zbriti mbi mua në një moment të vetëm ndriçimi. Më duhej të punoja për të. U luta, lexova, dyshova, u vyra në pikpyetje, rash dhe u ngrita përsëri. Por gjithmonë e gjeta veten duke u kthyer tek Allahu. Këtë vit kalova më shumë kohë vetëm se sa kam kaluar ndonjëherë. Jetova vetëm, eca vetëm, udhtova vetëm, ula vetëm, megjithatë kur nuk u ndjeva e vetmuar. A e dini pse? Sepse ndjeva praninë e Allahut pranë meje në çdo hap, çdo lot, çdo moment heshtjeje. Me siguri, e keni vënë re se përballen me shumë paragjykime dhe islamofobi. Si nga njerëzit që nuk më njohin, ashtu dhe nga ata që janë më afër zemrës sime. Por kjo më shtyn vetëm të vazhdoj të flas për bukurinë e islamit dhe sa shumë më ka dhënë, si nga brenda, ashtu dhe nga jashtë. Nuk e kam dashur, respektuar dhe nderuar kur veten më shumë se tani. Allahu më ka ndihmuar të gjej veten më shumë se çdo gjë në këtë botë. Elhamdulillah. Ju mbaj të gjithëve në duat e mia.